të ketë fjallën e rastit. E falenderojmë që ka rrugtu nga Macedonia, edhe na shumë i qetë edhe po për fjallën, duhet t'i respektojmë vëllezërit tonë që kanë nga lavë. Mirë se javë dhe falenderit. Mirë qoftë dita, mirë ditë. Shqip dhe vetëm Shqip. Një demonstrim i imi me trup njeriut. Ky kuvend e ka emrin Kuvendi Veriut. Mirë po nuk mund ta fshehe kush jam. Unë jam vetë Shqipëria, që ndrojnë këmbët e mija në tokën Iliro Dardane të Arbrisë. Pra janë 6 dimensione. Këmbët e mija janë në tokë, bëhet tokëzimi. Kemi djathtas, majtas, lindje, perëndim. Kemi para dhe kemi mbrapa. Kuvendi i veri duhet shikoj para. Kur thuhet se ka diskriminim, mirdita është lartë, atje ku është koka e trupit Shqipërisë. Të njëherë dhe në zemra dhe dohet, përpunohet zemra e njeriut. Atëro, mirdita është zemra e Shqipërisë. Po mos harroni se ku marrë nga Shkupi, ju tregu se Shkupi është kurrizi i Shqipërisë natyrale, këto si që ka thënë. Të marrë me kryetarin e lëvizjes bota shqiptare Arjan Bashën, pasi më dha fjala, unë e përshëndes këtë kuvend dhe ju pres të kaloja e Shkupi, të kaloja Iliro Dardane e Shkupi. Dhe nuk ka grup parti që na ndonë këtë shqiptari. Me folë për problemet e shqiptarëve të Maqedonisë janë shumëta, por e di se zemra e Shqipërisë është e madhe, dhe për mu si njeri, si qytetar, si shqiptar, me një përvojë të madhe, 7 vite në Egjipt, kër e kom taku qërim Haxhiun nga lushnja e Shqipërisë dhe më ka dhonë librin e 6 fishës Lakuta e Macis. Pastaj, në Çeki e Zvicër dhe 14 vjetë në Londër dhe jam kthi në vitin 2014 në Shkup dhe bëj aktiviteti në Shkup, në qendër të Shkupit dhe nuk hezitoj dhe nuk i friksohem atë kujt me i thonë se unë jam shqiptar dhe jam krenar se jam shqiptar. E njoh mirë German shkrimin, ku më shku bashkë me Arionin e ku më vizitu edhe fshatin Zhejë, të madhit Petro Zhejë në Zagori. Për mu Shqipëria është e tërë, dhe për mu është kible Shqipëria. Unë du ta shoh Shqipërinë të fortë, se kur është Shqipëria e fortë, Shkupi është i fortë. Dhe rrej në këmbë të veta, ju falenderit shumë Zef, Gjokës, Gencit, të gjithë këtyne burrave që kanë ardhur nga diaspora këtu në këtë kuvend, në Rëshen, në Mirdit, unë vetëm mund t'ju them se jemi bashkë dhe ta vazhdojmë këtë rrotim. Pavarësisht se s'ka kush që na ndonë, më shpesh më pyesin ata të cilët janë të indoktrinuar, trushpërlarët, çfarë sharte ka shqiptaria. Dhe unë ju them, shkurt shqip, i ka 5 sharte, 5 kushte. Një feja ka shqiptarit. Formula e lindash dhe shqiptar, pashtovasës, feja e shqiptarit është shqiptaria. Një gjumë që zbërthen fjallë, edhe në Egjipt thënë shuf është shef, shof. Dhe pastaj e kemi një flamur Gjergj Kastriotit, e kemi një kom dhe një shtet të ndërtojnë bashku me gjitha treva. Ju falenderit gjitha.
Më presher në nderon zoti Recep Abasi, në shkëgjajnë të gjithë të shmartëve, edhe kjo, me thënë të drejtën, është një shenjë e mirë, se zoti